Një djalë 13 vjeçar është lavdruar për vendosshmërinë dhe guximin e tij pasi notoi nëpër ujëra të trazuara për të shpëtuar nënën dhe 2 vëllezërit e motrat e tij pranë brigjeve të Australisë Perëndimore. Familja po bënte paddleboarding dhe kajak në Geograph Bay, kur erërat e forta i shtyn anijet e tyre të fryra jashtë kursit. Adoleshenti filloi të shkonte përsëri drejt bregut për të dhënë alarmin, por kajaku i tij u përplas dhe ai vendosi të notonte 4 kilometra për të kërkuar ndihmë. Trimëria, forca dhe guximi i treguar nga kjo familje ishin të jashtëzakonshme, veçanërisht djali i ri që notoi 4 kilometra për të ngritur alarmin, tha Paul Breslund, komandanti i grupit të shpëtimit detar vullnetar. Ai përshkroi përpjekjet e adoleshentit si mbinjerëzore. Djali notoi 2 orë të para me jelek shpëtimi dhe 2 orë të tjera pa të, për të arritur tek autoritetet e shpëtimit. Ai arriti të jap alarmin në orën 18 sipas kohës lokale, duke shkaktuar një kërkim të madh për familjarët e zhdukur. Nëna e tij 47 vjeçare, djali tjetër 12 vjeçar dhe vajza 8 vjeçare u gjetën rreth orës 20:30 nga një helikopter shpëtimi rreth 14 kilometra larg bregut. Të tre u shpëtuan me sukses dhe u kthyen në breg. Inspektori James Bradley theksoi rëndësinë e jelekëve të shpëtimit dhe lavdroi veprimet e adoleshentit. Vendosshmëria dhe guximi i tij shpëtuan jetën e nënës dhe vllaut e motrës së tij. Familja më pas vizitoi ekipin e shpëtimit për t'i falenderuar për ndihmën e tyre.